Ja ku jemi, rruga e parahabilituar, kanali Vaditës i mbushur dhe uji nuk mund kaloj askund. Tu sapo kemi kaluar Floqin dhe futemi në zonën e Orenjës, por gjithçka është katastrofë. Edhe njëherë ju bëj thirrje këtyre banorëve se nuk do të hesht për asë një sekond, ashtu si që kam bërë këto vite, që jam gjindur pranë tyre, në çdo moment, në çdo kohë, sa herë që ata më kanë ftuar, apo dhe sa herë që e kam menduar unë që t'jem pranë tyre, kam ardhur, kam ngritur shqetësimet, por në foltoren e parlamentit, ashtu si e thash edhe në Floq, pavarësisht se në këtë video nuk do t'jenë ata banor, për arsye se hienat vin, i kapin, ju bën presion, jo për ndihmën ekonomike, ju bën presion, jo për të punësuarit, ju bën gjithçka nga presionet më të ndryshme, ashtu si edhe foltoria që ju bën presion disa demokratëve, por të jenë të bindur se unë do t'jem deputeti që do të përfaqësoj të majt e të djathtë dhe do të them gjithçka që bëjnë ata drejtues që e vjedhin apo e anashkalojnë të popull. Do të flas, siç po flas sot, për kanalet, për rrugët, për rrjetin e energjisë elektrike, për vaditjen, për ujin e pishëm, për bujqësinë, bletarin, blektorin, për mungesën e subvencioneve që është shumë e rëndësishme kjo. Ju bëj thirrje atyre pushtetarëve, ktheni ndonjëherë kokën këtej. Mos hajdeni vetëm për vota. Mos sillni njerëzit nga bodrumet e Tiranës për të rrejtur, për të mpir kokën, dhe në fund ata ikin dhe shikojnë historinë e tyre. Zoti i bekoft ta banor, mbarësi të gjithë atyre që kanë lënë vendin e tyre dhe ndodhen në shtetet e botës. Sapo të ndryshojnë disa gjëra, do të krijojnë mundësinë dhe hapësirën që ata të vinë të investojnë këtu.